Përshëndetje të dashur miq, aktualisht jam duke ndjekur një debat që po bëhet po them se 40 minuta në shtëpi. Asnjëherë nuk e kam parë Gjestin kaq të acaruar dhe që po bërtasin, po ulërasin me Eglin, e cila është të çmendur fare. Nga çfarë është të çmendur? Nga një moment që Gjesti dhe Rozana kanë lozur të dy me valixhe në lavanderi. Tani, ose bën kjo Egli ose është. Mua nuk më duket njerëzore që femra të xhelozoj kaq shumë dhe ta ketë kaq inat një femër tjetër në shtëpi, sa që është në gjendje Egli të thyen edhe pasqyrat e lavanderisë nga inati dhe nga urrëtia, sa që Gjesti po e shoh dhe duket sinqeriteti në sytë e tij që nuk po e kupton çfarë ka kjo gocë. Tani, shumë bukur i tha Rozana, sepse debati nisi në dhomën e gjumit. Do dua ta komentoj me detaje dhe më pas përfundoj te make-up room-i. Në dhomën e gjumit Egli u grind me Gjestin pafund përse ti luajte me Rozanën, ju të dy jeni hipokrita, ju jeni gënjeshtar, ju po e mbani njëri tjetrin dhe mundoheni nëpërmjet njëri tjetrit të dëmtoni të tjerët, në këtë rast edhe mua. Unë mendoj që rikthimi i Eglit që më sonte më ka bindur dhe ndoshta kjo video do të bëhet virale, por unë kam të drejtë ta ap opinionin tim, ka ardhur në këtë shtëpi vetëm e vetëm për të përçarë Rozanën edhe Gjestin, gjë të cilën Egli ka qenë xheloze që në start. Me këtë veprimin sonte, Egli tregoi që nuk është vetëdijsuar, tregoi që është po ajo Egli që kishte qenë më herët dhe tregoi që kjo në gjendje të dashurisë mund ta shkatron shpirtërisht dhe emocionalisht, por edhe psikologjikisht partnerin e saj. Po ndjek me detaje të gjithë debatin, do me thënë debati ka eskaluar normalitetin dhe mua kjo vajzë më duket tërësisht e çmendur. Nuk mundet një vajzë e zgjuar të bëj gjithë këtë debatin përse Gjesti lozi me Rozanën, sepse Eglit nuk i konvenon që Rozana të jetë në shtëpi sepse është banore fort. Tani Gjesti nuk e lejon të del nga dhoma e make-up room-it, po grinden që të dy shumë keq. Do me thënë një urrëtie kaq e madhe që unë nuk e kisha parë. Unë isha skeptik që në momentin e rihyrjes së Eglit përse rihyn. Rihyn për ta dobësuar Gjestin në lojë apo rihyn për ta ndarë atë nga Rozana, dhe sonte kam faktuar që Egli ka hyrë në shtëpi vetëm për ta ndarë Gjestin nga Rozana dhe kanë kalu normalitetin, do me thënë të grindura që janë të çmendura, që në fakt Egli duke që është personazh që të tremb. Unë do kisha kërkuar një apel në fakt nga produksioni që t'i kontrollojnë këto banorët, sepse Gjesti nuk ka hyrë aty me policë. Rozana i tha shumë bukur, vllai tha mos më thuaj as mirëmëngjesi, tha se ke ardhur me policë, nuk më duket e arsyeshme zënka që Egli po bën, por Egli Gjestin dhe Rozanën e quan gënjeshtar se po përdorin njëri tjetrin. Po ta shikoni Gjestin me detaje, e kuptoni mënyrën që ai është skuqur dhe ka eskaluar në çdo jashtë normaliteti situata. Gjesti po mundohet të heshtën, unë e shikoj që tani Gjesti po përdorën taktik që edhe publiku ta kuptojnë që Egli e ka me kasile dhe e ka me qëllim. Unë mendoj që Egli u rikthye ajo që ishte.